Ka nisur investimi për krijimin e një shëtitoreje nga kryqëzimi Libonikut në Drithas poshtë. Kjo sipas kryebashkiakut të Maliqit është një rrugë problematike për shkak të aksidenteve të shumta që kanë ndodhur. Ndaj dhe bashkia me ndihmën e Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka vendosur të ndërtojë një shëtitore me korsi biçikletash e trotuar për këmbësorët, por edhe ndriçim e gjelbërim, në mënyrë që të shërbejë jo vetëm banorëve të zonës, por edhe vizitorëve që shkojnë drejt pyllit të fazanëve. Në fakt është një segment shumë problematik nga kryqëzimi Libonik deri në Drithas poshtë, është një segment që ka një lëvizje shumë të madhe, jo vetëm të mjeteve, të këmbësorëve, të fermerëve, të gjithë fushës Maliqit, dhe kemi patur shumë ankesa në vazhdimsi për efekt të aksidenteve rrugore, të problematikave që lindin her pas here. Dhe në këto kushte i kemi bërë një kërkesë Fondit Shqiptar të Zhvillimit që ata të na mundsojnë materialet e nevojshme për këtë ndërtim dhe bashkia do të futë pjesën e punës. Tashmë është finalizuar, është financuar, kanë ardhur pjesa e materialeve, kemi financuar pjesën tonë për punën në të gjithë objektin dhe kemi filluar tashmë ndërtimin e një shëtitore, të themi, me trotuar në të gjithë gjatësinë, me ndriçim, me mbjellje pemësh, me stabilizim të ujrave të shiut, me një korsi biçikletash, që do të thotë lidhim kryqëzimin Libonikut me Drithasin poshtë, po pse mos themi dhe me pyllën e fazanëve si një atrakcion turistik për të lëvizur me biçikletë, në këmbë, me mjete etj. Puna sapo ka nisur me sistemimin dhe nivelimin e shëtitores në këtë zonë, ndërsa pritet të përfundojë në një kohë të shkurtër.